195 maturantë të shkollës së mesme teknike komunale Gostivar përmbyllën 4 vite të shkollimit të tyre profesional. Me një ceremoni simbolike në hapësirat e shkollës dhe në prezencë të familjarëve dhe profesorëve të tyre, nxënësit e kësaj shkolle përfunduan edhe zyrtarisht shkollimin e tyre të mesëm 4 vjeçar. Drejtori i shkollës së mesme teknike komunale Besir Saliu, në një fjalim rasti para maturantëve, ju dëshiroi atyre suksese në të ardhmen, duke qenë i bindur për profesionalizimin e tyre. Sot ndodheni para një udhkrik jetësor, sepse po kalonin nga bota e nxënësve në një botë të re, botën e të rriturve. Nuk dishoj se do të kaloni të gjitha sfidat e jetës dhe një ditë do të bëheni qytetar shembullor dhe të suksesshëm të atë dheu tonë, i cili do të krenohet me ju, ashtu siç do të krenohemi edhe ne, profesorët tuaj. Këtu dëshiroj të shpreh faleminderim të madh për të gjithë profesorët, të cilët në çdo mënyrë u përpoqën pa rezervë që transmetojnë njohuritë e tyre duke u përballuar me të gjitha sfidat e kohës moderne. Besoni në vetvete dhe me guxim e krenari, vazhdoni të ecni përpara përmes të gjitha sfidave të ardhshme. Ju qoftë e mbar matura. Edhe zëvendës drejtoresha Lindita Tahiri përgëzoi maturantët që kryen me sukses 4 vite të shkollimit të mesëm, duke uruar që të vazhdojnë me studime dhe të gjejnë vendin e tyre në tregun e punës. Erdhi edhe kjo ditë madhështore, ku edhe një gjenerat u thot lamtumir bankave shkollore dhe me hapa të suksesshme do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre të mëtejshëm. Gjatë këtyre 4 viteve arritët të përvetësoni njohuri, shkatësi dhe përvojë, për të cilat ne si mësimdhënës tuaj mburemi për suksesin tuaj. Prandaj gëzuar matura, suksesi qoftë pjesë e pandar e jetës tuaj. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe përfaqësues nga komuna dhe Miftinia e Gostivarit. Me këtë rast, maturantët i ka përshëndetur dhe uruar përgjegjësja për arsim pranë komunës së Gostivarit Aslian Snopçe. Besojmë dhe shpresojmë se keni marrë njohuritë e duhura dhe do t'jeni të aftë për të ardhmen të studioni në cilat universitete të doni. Shpresojmë që t'jeni më të mirët ashtu siç keni qenë deri tash dhe na bëni krenar në çdo universitet që ju do të regjistroheni dhe ne të mburemi gjithmonë se këto janë nxënësit tanë nga shkolla e mesme teknike profesionale. Urime matura dhe suksese në rrugtimin e mëtejshëm të dijes. Para mbylljes së ceremonisë u shpallën edhe nxënësit më të suksesshëm të gjeneratës të shqiptarët Mal Zendeli, Blend Selimi, Anesa Ibishi, Gajur Sallai dhe Lutfi Durmishi, te Maqedonasit Angela Siljanuska, Viktor Markoski, Nikolaj Eftoski, Marina Kuleska dhe Igor Petreski, dhe te Tuqit, Tunxhaj Shuaib, Mert Idrizi, Hakan Selmani dhe Ubejt Huseini. Po ashtu zgjodhen edhe nxënësit e gjeneratës për sport dhe ato të shqiptarët Xhunejta Ibrahimi, te Maqedonasit Janko Serafimoski dhe te paralelet me mësim në gjuhën turke Adnan Hasani. U shpallën edhe nxënësit e dalluar të gjeneratës, te paralelet me mësim në gjuhën shqipe, nxënëse gjenerate u shpall Ylza Adili, te ato maqedonase Hristina Mitrevska dhe ato me mësim në gjuhën turke, nxënësi Selim Sinani. Për të njëjtit, shkolla ndau edhe një shumë simbolike parash. Përfundimi i këtij mandati është edhe një mundësi për të reflektuar, por gjithashtu për të festuar gjithçka që kemi arritur së bashku. Faleminderit për besimin tuaj, për mbështetjen dhe për të gjitha ata momente që më ndihmuan të rritem si lider dhe si individ. Nuk e kam të lehtë të flas sot. Në mbretësi ndjej një stuhi emocionesh, gëzim dhe mall, mirënjohje, po gjithashtu dhe një nostalgji. Një pjesë e imja është e hetur për atë që vjen, ndërsa një tjetër kapet fort pas çdo kujtimi që po lëm pas. Sot nuk flas vetëm si një maturante që mbyll një kapitull, por si një zemër që i dridhet zëri, sepse çdo fund sjell me vete një lamtumir të heshtur. Lamtumir orëve të pafundme në bankat e shkollës, për qeshjeve në përpushime, vështrimeve që flasin pa fjalë,
mësimeve që ishin më shumë se detyra. Në fund të ceremonisë, maturantët të gjithë kanë hedhur kapelat me çka dhe u mbyll programi.